محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi takon Allahu Dhul Gjelal, I cili na ka dhënë nasib që sot më kanë musafir të Agës Naxhi me rastin e martesës së djalit tina të midismit, Shenollit, ku një herët ne mund temë edhe ne mund grupit edhe ne mund kendit klinë vllaznive këtu ja bojna për hajër. Agës Naxhi do të ketë gëzimin familjar, ndërsa dhëndrit të ri Shenollit I dëshirojnë atë ditë të lumtur inshallah të martesës, duke I dhënë Allahu Dhul Gjelal bereqet, harmoni edhe të mira në jetë edhe në ahiret inshallah. Fillimisht duke mos I hupur shumë kohë pasi që në mesin tonë do të kemi këtu vëllezër të cilët do të na freskojnë inshallah me zërat e tyre të bukur, me Kur'an e pastaj me ilahi, po kemi hoxhallar eminent të cilët inshallah do të na këshillojnë. Kemi do të thotë musafirë edhe për shteteve të jashtme, të cilët do të inshallah gjatë programit do t'i lutim që ta këshillojnë dhondrin, edhe pse të na thojnë 14 ditë para se më bon dhondër, edhe nja 14 ditë masit bon është dhondër, mend nuk I ka ati pari, që tërkun I ka mend, po masin e mas nja 14 ditëve, do shta I vinë mend edhe I kupton këto këshillat të cilat na sot kena me ja thonë do thotë Shenollit. A të ju në gostivar që shtu apo jo? A thojnë edhe të ju nga 14 ditë para se me hinë dhondër, mëse ngusë një dhondër, se si ka mend ati pari. Mirë, atëherë pra, e kisha pas edhe një lutje, derisa lexohen fjalët e Allahut Dhul Gjelal, nëse ka mundësi kur mos mu pi duhan. Do thotë një lutje e kam, derisa lexohen do thotë fjalët e Allahut Dhul Gjelal, nëse ka mundësi do thotë mos mu pi duhan, për atë arsye se kur lexohen fjalët e Allahut do të mu respektu.
në sapirje e duhanit të thotë është një prej jo respekteve ndaj fjalëve të Allahut dhul xhelal. Atëherë pra e lutim Allahun ton Hafez Xhemalin që na lexon diçka prej ajeteve kuranore. Urdhani Hafez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا
muslimanit dhe thotë për këta jetë të buka të Kuranit të cilat na lexoj. Edhe për këto salavatet të shumta mbi shpirtin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në vazhdim pra e lutem Allahun tonë Adem Ramadanin që të na kënon një ilahi e cila ka të bëjë do të thotë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shëmbëtyrën e njerëzisë. Inshallah Allahu do xhelal e bën nasip në orën gjallë në flamurin e tina. Por nëna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Edhe pse ne shumicën e kohës që kalojmë këtu i japim mesazhet nëpërmjet vargjeve, dashka para se me fillu lati shënullet një dasmë në martesën, e me lutë Allah në madrëshëm, mi dhamë të ri jetë në bashkëtore në një natë kajë. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Come on zemër që ma Aman zemër që ma dërlotin, shoftyrën tënde nuk pata fatin. Shoftyrën tënde nuk pata fatin, e të besoja kur të mohuan, e të besoja kur të Si ta kthej kokën me ty jetoja, si ta kthej kokën me ty jetoja, vetëm një herë fort të përqafoja, vetëm një herë fort të përqafoja, të isha trumbu që që shumë ka parë e shumë ka dëgjua, që shumë ka parë e shumë ka dëgjua. Allahumma salli ala nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Zoti është përbleft për këto salavatet e bukura i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në vazhdim pra ja bojna për herë dasmën Adis Naxhi, duke ja kru një kajnë në shonë. A ba me kru kajnë se dasën, për qëtën, edhe pëse kemi këto azolartë këto, freskohemi pak edhe një kajnë. Adem nëse ka mundësi dhe të një kajnë special për Adis Naxhi, si pas mundësi dhe Zoti shpis të rëjt nera. Por nëjë.
vazhdim, Shenolli ka dëshirë që nga bo për hajrë Mujdinit edhe burimit, martesën pasi që ato frektash janë martue, e njëherë pra edhe Shenollit edhe Mujdinit edhe burimit, jaknojna një kam, hajde për hajrë inshallah, jaknojna një kam, ke inshallah është qimë do të për ka, urna një. Sot është dite bardhe javës, ju gëzu zemra nanes, ju gëzu zemra babës. Sot është dite bardhe javës, por t'ju gëzu zemra nanes, ju gëzu zemra Haydi haydi bayraktar, kroşit manigati. Haydi haydi bayraktar, kroşit manigati. Nisnu burasa babar, segadun ati. Nisnu burasa babar, Qysh e zbukuron praner, kajde dushku malin. Qysh e zbukuron praner, kajde dushku malin. Qashtu t'zohet zemra nanës, qepe martot djalin. Qashtu t'zohet zemra nanës, qepe martot djalin. Elhamdulillah, thot nana tujtja, ma mësove zot, ti këtit me ba. Gzimmat ma nuk di, për moja Rabbi, bekoje për mo, zot shiftin e ri. Kush ishe krushit thujan, kur dil për sofraki. Kush ishe krushit thujan, kur dil për sofraki. Mu e vizhet me madhan, se priti maraki. Mu e vizhet me madhan, se priti maraki. Qysh e zbukuron praner, kajde dushku malin. Qysh e zbukuron praner, kajde dushku malin. Qashtu gëzohet zemra nanës, qepe marton djalin. Qashtu gëzohet zemra nanës, qepe marton djalin. Elhamdulillah, thot nana tujtja, ma mësove zot, ti këtit me ba. Gzimmat ma nuk di, për moja Rabbi, bekoje për mo, zot shiftin e ri. Pa qita shurin e veti, si adigje Muhammedi. Pa qita shurin e veti, si adigje Muhammedi. U bashimoj bie imja, si Aliu e Fatimja. U bashimoj bie imja, si Aliu e Fatimja. Pa qita shurin
Amin, Zoti ju dhoft mohabet, edhe lumturi, edhe shnet, edhe dashuri, bashkë që u përmend do thot në këto baze pejgamberit. Në vazhdim pra do ta ftojna hoxhën tonë nderuar, i cili na vjen prej Luginës së Përshepës, se nisëm për mala, apo këta në masalina të arkënina ka shku për ka festivalit, badë që për banë tonë Ulvi Fejzullahun, i cili inshallah do të na këshillon në namën tonë me disa këshilla të arta. Shkur ta urbi apo këtëm nëse ka mundësi, që mi majtë mend se si t'ja bëjsh ma kalabalët pa lejman mend. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar besimtar, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pa tjetër që këshilla duhet tjetë e shkurt, atë këshillë që dëshiroj të ndaj bashku me ju, është këshilla e bekimit, këshilla e bereqetit, Allahu ju dhash bereqet. Çdo besimtar dhe besimtare e kërkon bereqetin. Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam shumë raste ju lut Allahut për bereqet. Çka do të thotë bereqet? Bereqet është edhe fjalorin e gjuhës tonë që po e flasmi, do të thotë i bekuar, i frytshëm, në një gjë që Allahu azza wa jall është i kënaqur. Dhe besimtari e kërkon bereqetin, çka? E kërkon bereqetin bekimin në jetë. E kërkon bereqetin bekimin pasuri, në dituri, në familje, në prodhim, në vendin e punës, e kërkon bereqetin në jetën e vetë. Çka do me thonë me qenë e bereqetshme e beku me pasunia? Do me thonë, e pakta botë e shumëta jep një bereqet shumë të madhë. Çka do me thonë me qenë i bekum dhe i bereqetshëm në familje, me u konë razi në familja jote? Çka do me thonë me u konë e bereqetshme dhe e beku me puna jote? Do me thonë që me ecë puna mirë, në atë që Allahu subhanahu wa ta'ala është i kënaqur. Çka do me thonë bereqet i bekum mu konë dije, dituria jote me pas fryt dhe dobi. Vërtet dëshiroj të jem shumë i shkurt. Bereqeti i Allahut, pra bekimi i Allahut arrihet dhe realizohet në shumë forma dhe mënyra. Dietarët kanë përmend 7 sosh prej tyre, por ne vetëm se 2-3 po i kujtojmë së bashku. Bereqeti i Allahut, bekimi i Allahut vjen kur ti i frikohesh Allahut dhe ki respekt dhe Allahut. Kur ti o i nderuar i vëlla besimtar, ibadetin tënd, adhurimin tënd, e bën me dashuri dhe respekt ndaj Allahut. Ti kur të falesh, kur agjeron, kur e jep zeqatin, a jep me dashuri dhe me respekt ndaj Allahut. Në ty, bereqeti i Allahut arrihet dhe realizohet duke e lezu librin e Allahut. Dhe e treta dhe e fundit dhe me këtë po e përmbyllit të nderuar pjesëmarrës, bereqeti bekimi i Allahut arrihet edhe me një dua dhe me një lutje që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
ati I cili u martonte e bonte këtë dua dhe lutje Allahu pak ma herët e lexoj. Allahu të bekof ty, Allahu I bekof familjen tonte dhe Allahu ju bashkov dhe ju të boft në hajër dhe në mirësi. Këtë dua dhe këtë lutje Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam e boni dhe neve në mësoj që na ta bojmë dhe Allahu ton ja dëshiroj këtë bekim, këtë bereqet, Allahu I dhash bereqet. Wassalamu alaikum. Ju faleminderit shumë, Zoti shpërblet, Zoti ju lutet. Allahu të paguajë me mirat e dunjës dhe të ahiret. Në vazhdim pra I përshëndesim vëllezërit e Shenollit apo vëllezërit e Dhondit, avnimin edhe besnik. E në veçantë do të thotë besnikun, sa I do të ta gëzu më shumë ti, pra të si I bashku rejnë mo, molla salja, po këta, ka të rejnë latina inshallah. E atëherë pra besnikit edhe avnis ka këna jalla më shqipni mos të marova. Sa I gjënoj të edhe tash ka thonë marova, këtë episodë në të thonë nuk ka marova. Onoj. Zoti ju shpërbleft. Atëherë në vazhdim kënojna një ilahi në gjuhën turqe, special do të thotë për miqtë e Dhondit. Urnoj. Sevdim sürmelerle sana hayran diye sevdim.
vazhdim do të ftoj vëllahun ton, Ramadanin, imamin e xhamisë Isabeut të Shkupit apo hatibit të xhamisë Isabeut, që ta përshëndet këtë tubim. Urnoni, ndoshta Ramadani keni pas rast me pa televizim ma shpesh, si në mos ka alësate këtë televizia tema që bënde. Urnoni. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Unë do më thonë të e pa si thënë këtu ka jo që ka një kere hoxhallar, s'ma mul mina që më vërrejni me folë, po i shpëgjë rastin do më thonë nemën tëmë, nemën shokve, dhe nemën familjes time t'ja bëj për hajrë këtë darsëm juve, inshallah mrini një për mesa e ketë me të mira, veç qash kisha me thonë, inshallah Allah ju e bereqet të me trive shka martohen edhe të rashikohen me të mira në selam. Allah është përbleft, gjëzak Allah kherën, Allah të mira në dunjan në ahiret. Në vazhdim, dhe thot kemi një urim prej gjematit të gjamisë të Tunit në Zvicër. Njona prej gjamiave më të heshme më të mira, në 5 kapë ishte atje, në dytina, të rritët e poshtë të qëta. E kom po orë me lifti 7 dinar me hipën në këta. Allah i kishte dashtë edhe i kishte nderu, për ata shkoj se ishin konë me një vend me qira, e masin e Gjermani me quj natin, kishton medal për ati. E këto qojnë i nati me Gjermani, shka dhejtë për ne blejna krejt. E këshim blejnë një kapë, kompleta, 280.000 frankë, duke ta. 350.000, se pas në pasmur bashkë mirë vesh, atje Gjermani që kur të zëshim. E këshim e gjami të bashkë mirë, që ishë ujtis të aman kiple. E mas e manë fond e këshim një vera të për me pi kafe, një odë për gratë më falë, për me mor abdes, me kretat mirat, inshallah Allahu Rugjelajt i shpërblet. Atërë pra gjemati i Tunit e përshëndet dhëndrin e nderuar me një kajk 2 bilbilat kovenoj. Ornojë edhe nëse ka mundësi speciale të për gjematin e Tunit. Ornojë. Dy bilbilat kovenoj, të gëvek selam na shoj. Hajde son të krejt po shkoj, das më marrë t'ja e shoj. Dy bilbilat kovenoj, të gëvek selam na shoj. Hajde son të krejt po shkoj, das më marrë t'ja e shoj. Hajde, hajde, son të kënojna, e di mirë për alja mojna. Dy zoti ju bërkoh, për mirësie ta ju shoh. Hajde, hajde, son të kënojna, e di mirë për alja mojna. Dy zoti ju bërkoh, për mirësie ta ju shoh. Trandafili qelmët mot, tadion majni një zot. Sa këto prau i me bi, pa që gjithmon lumë të ri. Trandafili qelmët mot, tadion majni një zot. Sa këto prau i me bi, që gjithmon dashuri. Hajde, hajde, son të kënojna, i mirë për halja majna. Dyve zoti ju bërkoh, me mirësie ta ju shoh. Hajde, hajde, son të kënojna, e di mirë për halja majna. Dyve zoti ju bërkoh, me mirësie ta ju shoh. Hajde more qader,
Deja të Londris, sa shkolla I mejmesh. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama baynakuma fi khayr. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama baynakuma fi khayr. Barakallahu, barakallahu. بارك الله بارك الله بارك الله لكم ولنا بارك الله لكم ولنا. Inshallah Zoti ju jep bereqet. Po shënoj. Pse do nuk kur martoni vesh I kisha të zeza. Masa ne kena me të kalëzim se episodit ma nuk ka bardh veç zima, këta. Ska ma, tere saatin njatë natës më shëti, saatin 8 kohët në shpija dush me shkua, këta. Edhe kulletën ma nuk ka veç vetë me këshirë, 2 vete e këshirë një kulletën. Edhe ma nuk ka veç 2 cara bane, këta. Inshallah, Zotë jetë mira e muhabet. Unë e të folë për xhamin e tunit, I qysh molla sali gjyme të hatre, këta. Ta xhamia jona më e madhe, pse tha e bone më të madhe xhamin e tunit, këta. Ama xhamia e këtër vehnes ka mo rritën, a jubja mo qashma, ma shumë nuk rritët, si kjo. Ta hazës, hazës. Inshallah, amin. Atëre pa eftojna molla salihin, I cili në ka ardhën djerë, prej Zvicrës, hala tazne, Kule halës ka pushu bashmir që ta përshëndet të bërgjë dhe këtë gjëma. Ordami. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu Gjelare falenderojmë, ata në ndrojmë të tim dhe në pale e bëkojmë, salavat, salam, paqja dhe mëshira Allahu, qofë në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, në familjen e tij dhe shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët e pasurit në të dhe në të. Po vëllezër të nderuar, nuk do të marr shumë kohë për vetë se dëshiroj që t'ja uroj Allahu tonë shëndomit dhe familjes së tij në gjithë dhe avnir dhe të gjithë familjes së tij, domethënë këtë dasëm, këtë solidaritet familjar, duke e lutur Allahun Dhul Xhelal që t'u jep bereqet të mbrojë nga çdo fatkeqësi, nga çdo send I keq, nga çdo vështirësi e jetës. Pastaj o vëllezër të nderuar, ju e dini se çdo dhunti të cilën na ka dhënë Allahu Dhul Xhelal, ajo është prej Allahu Dhul Xhelal pa kurfar dyshim. Domethënë Allahu prej momentin kur kemi lind, Allahu e meriton falënderim. Momentet që jetojmë, Allahu meriton falënderim. Momentet që ne gëzohemi, Allahu meriton falënderim. Momentet që ne sprovohemi, Allahu meriton falënderim, nga sa ajo është mirësi dhe dhunti dhe pasrim të gjinohet. Dhe momentin kur japim jetën, domethënë vdesim, Allahu I takon falënderimi që na mundson të jetojmë dhe të vdesim si musliman. Nuk dëshiroj të marr shumë kohë, nga se këtu kemi shumë vëllezër hoxhallar, mirë po në fund edhe një herë e lut Allahun Dhul Xhelal dhe mos nguroni që ta lutni Allahun, nga se ai turburohet kur ju e lutni Allahun. Allahu hidrohet kur njeriu nuk I lutet atij. Allahu gëzohet kur atij I luteni, andaj e lutim të gjithë Allahun dhe ju vazhdimisht lutni Allahun që të na jep të gjithë të bereqet dhe mirësi në jetën tonë, na ndrojë nga fatkeqësitë dhe sprovat e rënda dhe lutim Allahun që të ndahemi nga kjo botë, ai të jetë I kënaqur me ne. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Edhe ne në xhamatin e Berdit ja urojmë shëndotin dhe sa të kemi xhamatin atë direkt të xhamatit tonë, që më thonë edhe xhamatit që ta ngjejnë ta shohin të dasën ta dinë se kemi në aty dhe ja kemi uruar ne. Në Berni po, ne më në xhamatin Berni për hajtë të helpzim familjar, nëse ka mundësi të tëtë me një ilahi, special për xhamatin e Berni hafës ordoj. Po sali, kur erdhën në Gjermania që I hipa një trenit, për një shkue në Berni. Edhe ai kondukteri atë më vesh që shahit në lash. Edhe për ku për shkëfën, ta është për Friburg, ja ta kjo shkën për Bern,
zgatke, ti shumë shkut me thua pëtën, a i gjithmoni gate që i këtë. Atëre pro special për gjëmatin e Bernit, e kënojnë një ilahi të interpretuar prej afërbave tonë të ndërruar. Nëse ka mundësi, esma Allah il husna se kënë kalabolak a gjë. Ma kalabolak se gjëmatit tuni, atëre pro, e kënojnë një ilahi pak ma të gatë, esma Allah il husna, por nëni. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المدير الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Në vazhdim do të e përshëndesim miqin e dhomrit Hashimin. Mas pariher, e masënin do të i përshëndesim edhe me gjallar tjetë, e për miqin e tina e cili do të përman këtë remi këtu, edhe po kujdeset për musafir, për bajraktarin e këta. Atëre këna një kajt për bajraktar, s'kur shak mundën Selman Kadrija, nësi ka mundësi do të special për Hashimin në këna kajtin e Selman Kadrijis. Për do një atëre.
kanë dridhu zërbi, ide posa I rame, e I pushka e zëllma, ani të dridhi e shak, o të saru dushani. Faleminderit edhe njëherë pra përshëndetje për Migjin Hashim. Në vazhdim ftojna Bekir Halimin që ta përshëndet këtë problem me këshillat e tina. Do ta lutem që ta këshillon dhomë. Ordon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu na falënderojmë paqja dhe bekimi qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuara familja e Lezi, nderuar vëlla Shënall, të nderuar vëllezër dhe ju mysafirë të pranishëm në këtë mëngjes. Është fitem rasti që t'ja bëjmë për hajër darsmën, duke lutur Allahun Dhul Gjelal që t'ju jap muhabet, mirëkuptim, lumturi, harmoni dhe të gjitha këto të mirat i kurorëzon me dhurjet dhe pasardhës të hejrit. Në këtë darsëm e kam një telegram urimi me 3 porosi që mendoj se është me rëndësi t'i ndëgjojmë me vëmendje dhe t'i kuptojmë ato, t'i zbatojmë dhe t'i përcjellim edhe në gjirin tonë familjar. Porosia e parë, martesa si rregull I madh I fesë islame është e vetmja rrugë e cila e mbron rinin tonë, të rinj dhe të reja tonë. Dhe për këtë shkak duhet me insistu vazhdimisht edhe me shpejtue në martimin, në martesën e trive tonë. Siç thot Allahu Dhul Jalal në Kur'an, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Martoni djem dhe vashët dhe ato që keni pronësi, se nëse janë të varfër, Allahu I pasuron në pasurinë e tij, se Allahu ka shumë boll bereqet. Andaj kemi nevojë me nxitue në martesën e trive tonë për mos me leju devijimin e tyre, për mos me lejue shkatrimin e familjeve tona nga shkallë ku jepshin. Për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj", o ju të rinj kush ka mundësi për juve të martohet, sa ajo është mburoj dhe ja mbron derin besimtarit.
Pra, në këtë formë feja islame del se është fe e përkryer, fe superiore, fe që dallon për të gjitha feve e të mëhershme dhe votkuptimeve të njerëzve. Edhe çfarë që njeriu do të mundohet me të kalu këtë rregull, për me shmi efshin e vetë, qoftë në mënyrë të shfeluar si çdo sot në Perëndim, apo në mënyrën që ka ndeshur apo në disa kabugjera, duke shfeluar efshin e tyre, duke frenuar efshin e tyre. Të gjitha këto dy metodat e kanë nxjerrë një nga koloseku i mesëm, nga rruga të cilën e ka treguar feja islame. Andaj të mbulemi që jemi musliman, që kemi këtë rregull dhe kështu ta ndjekim këtë rregull që të fitojmë bereqetin Allahut të Teala. Porosia e dytë, familja ndërtohet mbi me martesë dhe pastaj Allahu të Teala i e beqaton atë martesë me fëmijë. Andaj duhet mu kujdes çifti i ri bashkëtorë të gjithë ata që janë prindër për të dhënë fëmijëve të tyre edukatë të mirëfillt islame, edukatë me të cilën është i kënaqur Allahu dhe Xhelal dhe i cili jep rahati lumturinë e dunjës dhe i jep shpëtim dhe rahmetin Allahut në ahiret. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe për këtë shkak Allahu dhe Xhelal në Kur'an thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara", o ju besimtarë vetveten dhe familjen tuaj nga zjarri i xhenemit dhe ndjekësit të cilët janë njerëzit e rregull. Do rrugë e familjes do të thotë arsimimi dhe edukimi i tyre. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, gjithashtu secili prej juve është çoban dhe secili prej juve ka më dhënë llogari për dukën e tij. Baba është çoban në shtëpinë e vet dhe ka më dhënë llogari për dukën e tij. Andaj vëndej kishti kokë dhe ndalo dhe mendo se atë e plaç që ka dhënë Allahu begati, nëse ata të vjojnë, nëse ata harrojnë Allahun, e harrojnë xhamin, e harrojnë namazin, ti ke më dhënë llogari për ta. Dhe porosia e tretë, në këtë letër telegram ulimi, është që të gjithë na duhet me marrë përsipër me përhap nasihatin dhe këshillën. Se dikush ka qile dhe flesh thot, unë pse me këshillu, mjaft kun fol, ka zonë goja lesh, kur kush po me resh. Na vazhdimisht duhet me i thonë fjalët e mira, me i thonë fjalët e urta, me i thonë fjalët e drejta. Se njëri krasave pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Bayatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala iqami salat wa ita'i zakat wa nushi li kulli muslimin." Ja ka dhënë besën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka me fal namazin, ka me dhënë zakatin dhe ka me dhënë nasihat çdo muslimanit. Dhe me këtë na e mbrojmë veten tonë, e mbrojmë shoqërinë tonë, e mbrojmë familjen tonë. Nëse heshtim, na ndodh neve sikur se ata në anije që kanë qenë, ata që kanë qenë altë kanë hesht, ku kanë deshur me povrimën poshtë edhe janë fundosur të gjithë. Por mos mendohet që na fundoset anija e shoqërisë tonë, secili prej neve duhet me thonë të vërtetën, me këshillu ka e mira, me urdhë të mirë dhe ndalu nga keqja, kështu na e mbrojmë vetën tonë. Edhe një herë lut Allahun dhe Xhelal që këtë çift të ri bashkëtor, Allahu të beqaton me beqatin e veta, dhe gjithashtu që shpëlet edhe juve që keni marrë pjesë në këtë dasëm me shpërblimet e Allahut të llojshme të dunjën dhe na bëf nasip të gjithëve xhenetin në ahiret. Zoti ju shpërblet. Selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ju falenderojmë, Zoti ju shpërblet për këto këshilla të bukura të mira të cilat e thatë. A mos jeni mërzit do vllazni. Kur mërzit i kallzon ja vëllai vetë kena, këtë mikrofonin e kemi me dukë me veç e nalmi edhe buena muhabet. Po me sa se mas i s'pupojnë zhurë, më dhe salis janë mërzit do të. Po Hashim, a kemi pregatit bukëve? Sa dush, po kua buka për të se po në ashtoj, po në patës kina ra. Mirë, na në vazhdim të risa mësa bojnë bukën hadën se kemi edhe haqëllat tjerë të cilet do të akshilojnë inshallah. I përshëndesme dhe të dhe Allah të Londrit, veçanti dhe të e Jupin edhe Lutfin. Nëse ka mundësi për dhe Allah të Londrit tonë, Shenodit, me kënu një gati. Ordoni. Zotit lot jo dhe beso, rrugës ti mos jo lërëngo, për qëti tjetër nuk ka, la ilaha illallah, ja hele, ja hele, ja hele, ja hele, ja hele. Ya
pejgamber në ka dërgu, po besim shpëtim nuk ka. La ilaha illallah, ya la ya la ya la ya la ya la lumsna kemife Allah ya la ya Zoti dashur të madhron, me namaz të adhuron, ti një tjetër nuk ka. La ilaha illallah, ya la ya la lumsna kemife Allah ya la ya lumsna kemife. Njerë pra përshëndetje për ndaj Allah të jupën e në të Në vazhdim shtoj kolegën tonë, imamin e Shkupit, Ali Tanushën, apo Ali Shabonin, që ta përshëndet këtë njëslis të ferit edhe të dëshëron ditë të lumë të lavandrit tonë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira Allahu qoftë mbi gjithë juve, të cilët ka zbukuruar këtë tubim. Para se gjithash e falenderojmë Allah subhanahu wa taala, i cili na ka dhënë begati të shumta. Për tyre begatia e veçantë është begatia e këtij dinit islam, din me të cilin Allah subhanahu wa taala të t'i peshoj veprat në ditën e gjykimit. Po ashtu dërgojmë selavate dhe përshëndetje pejgamberit e fundit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, krijesës më të zgjedhur, pejgamberit e fundit kurës së pejgamberisë, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre besimtarëve që vijojnë në rrugën e këtij pejgamberi. Edhe pse para meje janë hoxhallar folën dhe i dhanë mesazhet e tyre, dhe inshallah nga bëjnë edhe neve do bimë edhe juve, mirë po për të dhanë këshill nuk është edhe lehtë vëllezër. Ne kemi pak një përgjegjësi shumë të madhe e një hoxh hatip që ka bu hutben në xhami, ka ardhur një rob dhe i ka thonë fol pak për robërit. Na shërbëtorët të robërit fol pak se ndoshta po na kiskajtojnë ato gazdallarët. Mirë po ai hoxha shkoi një kohë gjatë dhe s'po flet për robërit. Pas një kohë kaluan disa muaj edhe ja nisi me fol për robërit edhe foli shumë mirë. Ai robi që pyti kish mendu se e ka haruki. Tha mas gjumos po shkonte hoxha dhe pitot. Hoxhi nderuar, une këtë pyetjet e kam parashtu shumë moti, mendova se m'ki haru. Pse e vanove kaq dhe sot për je përgjigjen, pas kaq kohë, kaq muaj, tha une s'mujta me fol për robërit, se njetën teme s'kam provu të njëherë të kem robë, edhe tjetoj me ta. Shka po në tatun kër më parashtrove këtë pyetje, bleda pare, e bleda një robë, jetova me ta dhe i lirova, ta shpoli lirisht.
Tash foli lirisht për atë se e kam jetu. Për të dhënë këshilla, duhet spari me, të zbatoj. Në ditën e Kiametit, kanë me kalu njerëzit dhe kanë me ba një njeri, i kanë dalë zorët jashtë. Kanë me dalë njerëzit dhe kanë me kalu në hati, e ajë pësërët si komari rrët mëllarit. Ti njofna për në dynja, njofna. Ti ka ki urdu punë të mira, në ki ndalu ka të qia, pse halë jo kështu në këtë qendje. Tha, halë jem është kështu se ju urdreshen punë të mira, nuk i bëjsha, ju ndaleshen ka të qia dhe i bëjsha. Dhe zë të ndëruar prezentarë. Pra, të gjithë ne e kemi obligim, ha gjallar dhe ja gjallar me këshilu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, "Belligu anni walau aya", prej meje edhe një ajet nëse di parcela që të kuj, se mund t'i bën dobi. Këshilla besimtarëve ju bën dobi. Edhe kirë fe inë rikratën fe mu'minin, përmendja këshilla besimtarëve ju bën dobi. Tash të ndalmi edhe ta tregoj një shembull të një burit shembullor në shoqërinë islame. Na vallëton, na urojmë këtë dasëm shënollit edhe shpresojmë që të tjetë një besimtar dhe burr shembullor në jetën e tij. Duke i dëshiruar që të ketë bereqet në jetë, në familjen e tij edhe në pasurinë e tij. Ebu Hurajra, një prej sahabëve, prej Ehli Sufa që kanë jetuar në xhami, s'kanë pas shtëpi. Ka qenë domethënë i varfër prej sahabëve. Ka dalë një ditë i undë, shumë ishte unduar ditë. Edhe po delë dhe e pa Omer ibn Khattabin. Tha hajta ves një pyetje, tu e vetë nashta më tim drejt. Ju përgjigj Omer ibn Khattabi shkoj, tha kur shumë përgjigj. Edhe Abu Bekri i tha, që përështon një pyetje, tha mos më vim drejt. Edhe ju përgjigj, edhe shkoj, tha as për këti. Kur ja për shef pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe kur e pa, tha, ha e Hurajre, qka ka të ti? Mirë po së në për vetë, po pejgamberin. Me pejgamberin të në kosë, më mërë për vetë. I tha, e Hurajre, tha, hajde të unë në drejtë. Shkon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shkon të shpia, edhe i thotë, pira të dhe e takon grune vetë Aishën. Sa një shtëpi, në gjëri vëzërë. Sa hinë shtëpi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shef një enë që se ka, s'është e shpijës, e shef një enë në shpi, nuk është enë e shpijës. Puri, domaçini që është një herë ka vetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për ka kjo enë. Njeri ju kur hinë shtëpi dhe shef të shka që nuk është e shtëpijës, një herë du të më interesu. Edhe kjo është e detaj që përdu më tregu. Një herë ka vetë për ka kjo enë në shpijën tonë, kush e ka prunë? I tha Aisha, filan fisi, ta kanë pru hetije këtë shtamën me qumsht. Ta kanë pru hetije, o lezër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thirë Ebu Hurajrën në drejt, a mës ta këshim pru qatë qumshtin, s'ka ushqim tjetër në shtëpi. Jo si kur nesër të frizhnera të mushtikin, o lezër. Kanë dush unë në shpetin. Pejgamberi alaihi salatu wasallam në mbështetje të fortë të Allahut e thirë Ebu Hurajrën, duke e ditë që në shpi nuk ka dhe një depot të ushqimit. Një fise pas kanë pru atë ushqimin ati. Edhe i thot Ebu Hurajra, shko thiri ato që në Ehli Sufa që flejtë të gjamia, shko thiri kejtë. Ebu Hurajra së putën kanë. Ta, ku t'i thiri tha ato, unë e ta të 5 sekundit, se unë du t'me dhamë. Atëherë, i thiri kur kanal, trekohën disa ribajete se kam qenë 80 vetë. Po presin në pipi që asë shtonës me qusht. Këtë fukara, këtë të uritur. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa herë që bujet me pi, me fërkan pa këtë shtamën, edhe po pi. 80 veta kanë pi dhe zërë, qumshtën. Edhe më në fund, pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam i thot, Ebu Hurajra, vetëm edhe ti. Veç unë edhe ti këna me, pi. Po pire Ebu Hurajra. I tha, undalë, pi, tha përsëri. Përsëri fillon me pi, undalë. Pi, tha Ebu Hurajra, përsëri. Tha, diri sa më shkoj, tha në përmjej kërta që më shkjo.
Ka unë këta përshkërë për mjekën, edhe më dalë nësë më mundë dhe më ka mojë Rasulullah, në kopa. Atër ka mundë për nga mërë, ale salatu sëram, piu dhe më baroj gjyshti. Kjo është edhe nga muqizet e për nga mërët sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, mesazhi jonë këtu se besimtarët duhet të jenë shembullor dhe shumë të kujdesshëm në jetën e tyre bashkëtorë. Për në fund, për ju them vëllezër, për vllain tonë që përmartohet sot, edhe për tjerë që janë të martuar, edhe që nuk martohen, martesa vëllezër është si trëndafil. Si një trëndafil. Është i bukur, ka pamje shumë të bukur, edhe erë të bukur. Për të arritë të ajo erë, duhet me qenë shumë i kujdesshëm se si e ka. Nëse ti pa kujdes e ka që të trëndafil, kimi shpu durët. Kimi shpu durët, edhe as erës e një merë ka me tronë tonë, a trëndafil. Nëse ti je i kujdesshëm, dhe e ka me kujdes a trëndafilin, të që njëshë dhe erën e kërshë ka një trëndafilin. Na e lusë Allahu subhanahu wa ta'ala, që vllaut tonë, shënodhet Allahu subhanahu wa ta'ala, t'je bereqet në këtë jetën bashkëtorë, dhe t'jetë i kujdesshëm, dhe t'jetë në nazinë Allahu subhanahu wa ta'ala. Wahdu dawana, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah i shpërblet të gjithë. E falenderoj në hoxhën e nderuar Ali Tanushën për këshillat e bukura të tatën ta. Tash pra dhomë i bëndë në këshilu neve, hoxhallarëve në veçanti, duke na i knu neve një ilahi në përmjet ademit, një ezan, dyve në tre. E falenderoj në pra hoxhën e nderuar të thotë për këtë zedhe të sa ilahi të bukur, duke lutë Allahun dhe Gjelal që Allahu më na uzu ka heri dhe ka e mira, më na bashku në rëbrat e mira dhe në kajrë. Por në njëndëm. Si s'mund të kthej atë kohë, kur të ishë Allah, e thojshë Allah, kur ne u deshtëm për Allah, kur vetëm gjumina këndon, kur ne u deshtëm për Allah, kur vetëm gjumina këndon. Sot një ezan dyve në tëre, mesim shikon me gojë së flet, as pas kam bet një pikë rahmet, që ki hidhni me gjatë dhe mjet. Sot një ezan dyve në tëre, mesim shikon me gojë së flet, as pas kam bet një pikë rahmet, që ki hidhni me gjatë me mjet. As duhon se na janë bogun, që në të neq kemi banur, nëse të disinoj gjennet, se Allah atëherë me pas hasen, nëse të disinoj gjennet, se Allah atëherë me pas hasen. Sot një ezan dyve në tëre, mesim shikon me gojë së flet, as pas kam bet një pikë rahmet, që ki hidhni me gjatë me mjet. Sot një ezan dyve në tëre, mesim shikon
Në vazhdim nëse ka mundësi edhe në ilahi turqe, e pastaj bëjnë një pauzë dhe i fina qofë. Ey Allah'ım beni senden ayırma. Ey Allah'ım beni senden ayırma. Beni Şehzade senin kemte kulunum. Şehzade senin kemte kulunum. Duke ju kërku falje nëse kemi gabu dikun, atëri që është prej neve dhe prej shejtanit, por nëse kemi qëllu dhe dikun, atëri do të është prej Allahut dhe prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Afës nëse ka mundësi do të me na lexuar diçka prej ajetit të Kuranit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من
فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق